Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë është të veprosh me guxim, por jo me nxitim. Në punë mund të dalë një mundësi që kërkon vendim të shpejt, ndërsa në marrëdhënie është e rëndësishme të dëgjosh më shumë se sa të flasësh. Energjia fizike është e mirë, por ruaje ekuilibrin emocional. Demi. Treshkurti sjell nevojën për stabilitet dhe siguri, mund të merresh me çështje financiare ose plana afatgjata. Në dashuri kërkon më shumë qartësi dhe sinqeritet. Mos u mbyll në vetvete, një bisedë e hapur të lehtëson. Binjakët. Komunikimi është pika jote më e fortë sot. Ide të reja, takime interesante dhe lajme të papritura e bëjnë ditën dinamike. Kujdes nga shpërqendrimi, përqendro në atë që ka vërtet rëndësi, sidomos në punë. Gaforia. Një ditë më emocionale se zakonisht, intuita është shumë e fortë dhe të ndihmon të kuptosh më mirë njerëzit përreth. Në familje mund të lindë nevoja për mbështetje ose pajtim, mos e neglizho veten. Luani. Ambicia jote zgjohet fuqishëm. Dita favorizon iniciativat personale dhe dalje në pah të aftësive të tua. Në dashuri dëshiron vëmendje dhe pasion, por mos harro të japësh, por aq sa kërkon. Virgjëresha. Detajet ka rëndësi sot dhe ti di ti menaxhosh më mirë se kushdo. Është ditë e mirë për organizim, rregullim dhe zgjidhje problemesh. Në aspektin emocional, përpiqu të mos jesh tepër kritik, as me veten, as me të tjerët. Peshoria. Balanca është tema kryesore e ditës. Mund të ndodhesh mes dy zgjedhjeve dhe do të duhet të ndjekësh atë që të sjellë qetësi afatgjat. Marrëdhëniet përmirësohen nëse tregohesh i hapur dhe diplomat. Akrepi. Treshkurti sjell thellësi dhe intensitet. Një e vërtet mund të dalë në dritë, duke të ndihmuar të shohësh më qartë një situatë. Në dashuri ka pasion, por edhe nevojë për besim të ndërsjell. Shigjetari. Dëshira për liri dhe ndryshim është e fortë sot. Mund të planifikosh një udhëtim, një projekt të ri, ose të mësosh diçka që të frymëzon. Kujdes me premtimet, mos merr më shumë përgjegjësi se ç'mund të mbash. Bricjapi. Fokusi shkon te puna dhe përgjegjësitë. Përpjekjet e mëparshme fillojnë të japin rezultat, edhe nëse ngadalë. Në jetën personale, lejoje veten të relaksohesh dhe të mos jesh gjithmonë në kontroll. Ujori. Kjo është një ditë që favorizon idenë origjinale dhe mendimin ndryshe. Mund të ndihesh më i frymëzuar se zakonisht. Në marrëdhënie kërkon hapësirë dhe mirëkuptim, shpjegoj qartë nevojat e tua. Peshqit. Ndjeshmëria dhe imagjinata janë në kulm. Dita është e mirë për krijim të ri, reflektim dhe lidhje shpirtërore. Në dashuri, gjestet e vogla kanë kuptim të madh. Kujdes të mos humbasësh në ëndra pa vepruar. Horoskopi në Top Albania Radio.